Siç e dini, me 1 tetor të këtij viti kemi filluar sezonën e ri të vaksinimit për vitin 2025-26, vaksinë e cila është 4 komponentëshe, është 4 valente, që nuk kupton se në kuadër të saj kemi 2 shtande të grupit të A vaksinave të virusit dhe 2 të grupit B, që për popullin, për popullatën, si informacion, nëpërmjet një shpimi, një vaksine i marrin 4 vaksina, domethënë të llojeve të ndryshme, që është vaksinë e njëjtë sikur e vitit të kaluar, por nga kompani ose organizat tjetër e dhonë në Kosovë. Informacion sigurisht në kuadër të kësaj vaksine ju intereson se përpas kundër indikacioneve që kanë qenë edhe me tjerat, që do të thotë se persona që kanë alergji në vezë, pupla, në mish të bardh ose proteinat e mishit të pulës. Si vjet për herë të parë, këtë vaksinë kanë thonë që nuk është mirë të marrin ata persona që realisht kanë alergji në gentamicin. Është informacion të cilin e kemi shpërndarë edhe në prononcimet tona të mëhershme, mirë po gjithsesi kjo sigurisht se nga media juaj e cila është prestigjioze dhe e marrin edhe media tjera, sigurisht se do të jepet si informacion gjatë emitimit kur do t'jetë në rrjetet sociale. Realisht, numri vaksinave nga 1 tetori 2025 është dikun e arrin afër 8.000 doza, nga 11.000 doza sa i kemi të alokuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, mirë po edhe pse duket numër i madh që ka shku, kjo zakonisht kemi një ngritje të lehtë të interesimit, po muaji tetor është zakonisht më sensibilizues edhe më tepër persona ose qytetarë tonë vinë dhe vaksinohen të kategorive të ndryshme. Domethënë numri është pak a shumë, pak më i lartë se në të njëjtën kohë i vitit të kaluar, është e arrin 8.000 doza. Doza tjera nëse mendohet se janë të pakta, domethënë këto vaksina mund të jepen deri në verën e vitit të ardhshëm dhe në çdo kohë që ne i harxojmë kemi premtime nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike se ne mund të furnizohemi, mirë po për shkak të ruajtjes së dozave ne kemi marrur vetëm dozat që zakonisht i kemi shpenzuar gjatë vitit ose për një vit, ndërsa kategoritë e njerëzve ose personave që vaksinohen më shumë, janë kategoritë e personave të moshuar, ata të cilët kanë sëmundje kronike, me imunitet kompromituar, grashtat zona, kemi edhe rini të cilët janë vaksinuar, për herë të parë ka filluar edhe sensibilizimi te popullata tjetër, e cila, domethënë se kemi kërkuar edhe nga media tjera, që të largojmë këtë, domethënë të marrin vaksina të gjithë ata të cilët janë të interesuar, me që nuk ka ndonjë kundërindikacion absolut për marrjen e vaksinave. Do të thotë edhe numri i punëtorëve shëndetësor si vjet është më i madh, ata të cilët janë vaksinuar në lidhje me vaksinat e gripit sezonal. Ashtu siç e kemi dhënë edhe prononcimet e mëhershme, në fakt edhe prej mjekëve dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor, vaksina është ajo e cila e ngrit imunitetin e organizmit, e sensibilizon atë, mundson krijimin e antitrupave ndaj këtyre virusëve që janë specifik, domethënë këto 4 virus që i përmendim, edhe e mbron organizmin me qëllim që mos të smuremi. Ne e dimë se të smurit kronik ose ata të cilët kanë imunitet kompromituar ose grashtat zona, gjendja dhënia, domethënë marrja ose infektimi me një virus sezonal ose grip sezonal e dëmton organizmin dhe mund të ketë edhe pasoja fatale për ata të cilët kanë sëmundje kronike, po e zonë. Edhe keni parasysh, themi zakonisht në vazhdimsi se gripi sezonal edhe mbyt, domethënë është jashtëzakonisht serioz. Mirë po kjo vaksinë e bën që imuniteti i organizmit të rritet, organizmi të mos reagojë me temperatura të mëdha, me që edhe simptoma kryesore e gripeve sezonale është ngritja e temperaturave të cilat janë mbi 38 ose 39 gradë Celsius, të cilat për pacientët të cilët kanë sëmundje kronike mund të jetë edhe fatale. Andaj, përfitimet janë të shumëfishta, po në fakt edhe për ata të cilët dëshirojnë që të marrin, që mos provokojnë organizmin me gjendje të tilla gripoze, atëherë kjo e shkakton edhe mbrojtjen ose rritjen e imunitetit për këto 4 tipe të virusëve.